Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Mbi besimin e qëndrueshëm e atë kalimtar. Besim është ai që mbetet i palëkundur dhe i fortë në zemër, jo ai që luhatet e rinë të veç për pak kohë. Nëse do t'ju duhet të mbani qëndrim ndaj dikujt, mos nxitoni, por prisni t'i afrohet vdekjes, sepse kjo është koha e fundit për një qëndrim përfundimtar. Shpërngulja ka të njëjtin vend që kishte, njësoj është për Zotin, ne besojnë hapur a fshehur, shtektimi s'ka vlerë për kës pranon arsyen e Zotit mbi tokë, po ai që e njeh dhe pranon e i është mirënjohës, e i shkon pas mund të jetë shtektar e ti meritoj bekimet e Zotit. Istizafi nuk praktikohet ndaj tij, që e ka tashmë provën e Zotit dhe e prek e eruan në zemrën e tij. Sfida, më pyesni përpara se të më humbisni dhe profecia për Umejadët. Sigurisht, rasti ynë është i vështirë dhe i ndërlikuar, asnjë s'mund ta përballoj përveç besimtarit të cilit Zoti ja provoi zemrën me anë të besimit. Traditat tona nuk mund t'i ruajnë veç se kraharor të besueshëm dhe njerëz me logjik të shëndosh. O njerëz, pyetmeni përpara se të më humbisni, para se ligësia të dalë sheshit dhe të dhunoj të gjitha rregullat e të kthej përmbys godinën shpirtërore të njeriut. S'ka dyshim që unë njihem me rrugët e qiellit më shumë se me ato të tokës.